Komuna e Tetovës në bashkëpunim me kompaninë Ekolog dje në Tetov pritën kryetarin e FFM-s Masar Omer Agić, zëvendës presidentin e UEFA-s dhe presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, si dhe presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi. Pas një pritjeje të shkurtër në kabinetin e kryetarit të komunës së Tetovës Bilal Kasami, u ndan edhe mirënjohje të ndërsjellta. Më pas të gjithë së bashku, pan nga afër punimet që po kryen në projektin e ndërtimit të stadiumit të qytetit në Tetov, i cili synon t'i plotësoj standardet e kategorisë 4 me një kapacitet prej rreth 10.000 ulsesh. Pas vizitës në stadium, delegacioni vazhdoi takimin në hapësirat e kompanisë Ekolog. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se Tetova si qendër e futbollit në Maqedoninë e Veriut meriton një impiant modern që të shpërfaqen emocionet e adhuruesve të futbollit. Ne jemi sot këtu për një projekt të përbashkët, për një projekt të mirë, të cilin po e realizojmë, dhe ajo ka të bëjë me një fush sporti, fush futbolli ku do të shpërfaqen emocionet e futboldashëve. Ne besojmë që në momentin më të shpejt të përfundimit të këtij stadiumi edhe Tetova do të jetë një qendër e rëndësishme e futbollit pas Shkupit, për më shumë që edhe ashtu është afër dhe unë besoj që po ato kushte nëse edhe më të mira do t'i ofrojmë për gjithë futboldashësit, si të ekipeve nga Tetova, po ashtu edhe të reprezentacionit shtetëror. Pronari i kompanisë Ekolog Lazim Destani u shpreh i lumtur për këtë takim të nivelit kaq të lartë me presidentin e Federatës Shqiptare Armand Duka dhe me atë të FFM-s Masar Omer Agić. Kemi biseduar edhe më herët me ta, edhe kemi mbështetës për stadionin si për punët të ecin mirë të sportit këtu në Maqedoni. Së treti, kryetarin e komunës, po ashtu e përshëndes dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë, ku stadioni Tetovës, ëndra e gjithë neve, veçanërisht e tifozëve, është të realizuar dhe do të realizohet. Unë kam vetëm jam përzi ma shumë në 2 pika. Pika e parë ma është realizua, tash pres pikën e dytë. Pika e parë ka qenë që stadioni kur ishin bisedat për fillimin se a do të ndërtohet, a do renovohet, unë vapreva thash si ta bëjmë 3 pej 0, që të bëhet një stadion që i ka hije ndërkombëtare. Përse e dita është, ta shpejtojnë pak punën. Do të ri afër, sa ma shumë të shpejtohet edhe në vitin e shembull sa është afati, bile para afatit të luhet në stadionin e ri. Këtë dëshira i kam unë për që të vazhdoj të punoj me ta. Zëvendës presidenti i UEFA-s dhe njëherët kryetari i Federatës Shqiptare të Futbollit Shqiptar Armand Duka shprehu falënderime për kryetarin e komunës së Tetovës dhe pronarin e Ekologut për ftesën për të qenë në këtë takim. Kam qenë disa herë në këtë stadium, kam ndjekur ndeshje që vërtet ka qenë një stadium në gjendje shumë të keqe, pothuajse të mjerueshme, dhe tani është një projekt i bukur që besoj, jam shumë i bindur që do shkoj përpara me bashkëpunimin shumë të mirë të le të themi të 3 faktorëve dhe aktorëve, kryetarit bashkisë, kompanisë Ekolog dhe me mbështetjen e Federatës Futbollit, pse jo nëpërmjet projekteve të UEFA-s. Ne kemi një projekt i cili mbështet që quhet Hat-Trick, i cili mbështet projektet zhvilluese të federatave nacionale, dhe besoj që nëpërmjet padyshim Federatës Maqedonisë Veriut dhe zoti Masar do ta shfrytëzoj këtë për ta mbështetur dhe këtë projekt. Uroj që sa më shpejt të jemi këtu për të parë ndeshje futbolli në një stadium të ri, kategorisë 4, të vlefshëm për çdo lloj aktiviteti ndërkombëtar, pse jo Shkëndijnë e Tetovës, jo vetëm në grupet e Conference League-s, por edhe më lart edhe në Champions League dhe kombëtarën e Maqedonisë Veriut ta shohim këtu. Kryetari i Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut Masar Omer Agić premtoi se FFM-ja do ta përkrah këtë projekt. To je jedan ubav projekt, koji što znajete, Fudbalskата federacija na Makedonija v последните 20 godina nema niti 1 evro, niti 1 denar investirano во Tetovo. Tetovo to ne go zaslužuje kako fudbalski centar, kako grad koji dal fudbalski šampion. Ky është një projekt i mirë për të cilën
FFM në 20 vitet e fundit nuk ka investuar asnjë euro, asnjë denar në Tetov. Tetova këtë nuk e meriton si qendër e futbollit, si qytet që ka dhënë kampion të futbollit dhe siç e dim, për momentin Shkëndija është kampion i Republikës së Maqedonisë dhe e përfaqëson Maqedoninë në Europë. FFM vendos që të bashkangjitet në këtë projekt në pjesën e montimit të ulseve dhe mbulimin e tribunave në fazat graduale. Këtu FFM do të kyçet nëpërmjet fondeve adekuate nga fondet e FIFA-s dhe UEFA-s. Shikoj që projekti shkon me tempo të shpejtë dhe shpresojmë se për një vit e gjysmë projekti do të përfundon e pastaj ekipet e Tetovës, klubet si Shkëndija dhe Teteksi të luajnë në këtë stadium dhe normalisht ta sjellim edhe reprezentacionin e futbollit të Maqedonisë që këtu mund të luajnë pasi ky stadium do t'i plotëson të gjitha normat e FIFA-s dhe UEFA-s për zhvillimin e ndeshjeve, deklaroi Masar Omeragic, kryetari i FFM-s. Projekti i rikonstruimit të stadiumit të qytetit të Tetovës realizohet nga Komuna e Tetovës në bashkëpunim të ngushtë dhe me mbështetjen e Federatës së Futbollit të Maqedonisë së Veriut dhe Klubit të Futbollit Shkëndija. Në projekt janë të parapara edhe qendra sportive dhe rekreative e qytetit, si dhe terreni sportiv në fshatin Saraqin.